Jemi rikthyer të dashur dëgjues pas këtyre këngë të bukura, edhe një herë lavdi për jetë e motë për të gjitha ata që dhanë jetën për këtë liri që ne sot e gëzojmë. Një herët një falenderim i veçantë shkon për të gjitha ata që kanë marrë pjesë në protestën madhështore që majt pikërisht në kryeqytetin shqiptar në sheshin Skënderbej, ku me të vërtet ka qenë një mrekulli dhe është zote që sa ma par edhe qëllimtarët tanë që gjinden në burgje të mojtë padrësisht të lirohen dhe të jenë së bashku me familjen dhe me popullin që me të vërtet po e tregojnë që janë të gashëm çdo herë në përkrahjen e tyre. Respekt pa fund për të gjitha ata që sot morën rrugën dhe u të buan në protestën madhështore. Kam tashmë edhe një telefonat, unë i kërkoj folje se e noli shumë shpejt, por do ta marr. Shpresoj ta kam telefonusin. Presum edhe pak, edhe një herë ju përshëndes të gjithëve. E kemi edhe telefonusin e parë për sante. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Vilsan. Përshëndetje Lule për ju, në dëgjues të respektuar me gjumet tuaj. Një herë ju uroj një mbrëmje të bukur gjithëve. Faleminderit shumë Vilsan, si edhe si kaluve, sa davludhe. Vesh që ka 5 minuta sa hin alo tesha që kom hek, edhe të dëgjova prej makinës pak, thash një dy fjalë mëse tjertë po heshtin, apo nuk më morën guximin të flasin, nuk e di, thash dhe gjegjen zë të qëtë dëgjus, po si dhe që tjetën dhe jep mendimin tim edhe për të votën tim si dëgjus në gjumit tuaj. Ne dijem e patriotit që sot gëzojmë lirin nga gjaku derdhur, atë njëjtë njerëz të cilët gjenden padrejtisht aty ku ju gjenden. Vilsan, je ka një është diçka shumë me ndërprejme, nuk e di pse. Tash apo ndëgjoj? Tash është më mirë. Kisha ta ndëgjuesit. Tash apo ndëgjoj? Tash je më mirë, po. Pra dhe herë ju përshëndes ty edhe në gjithë ndëgjues të respektuar me gjumit tuaj, ju uroj një mbrëmje të bukur të gjithëve. Shumë faleminderit Vilsan. Vilsan, po të mundësi ta shefsh protestën që u mbajt sot një protestë madhështore në kryeqytetin e Tiranës? Po ta thon drejtën, akoma të lexojnë se kom lez, pjesën nëpërmes telefonit. Ishte një protestë që smat me në sheshin Skënderbeu, një ndër protestat gjigande, edhe një protestë që ka shku aq bukur, po që disa njerëz pa ndërgjegjshëm mundun të dhënë konotacion politik kësaj proteste, po vet inteligjenca, vet burraria edhe atë dëshiria që ka për kombin ton, Edi Rama e tregoi vetën dhe dëshmoi se nuk është kontinacion politik, po është vetëm një bashkim i trojëve tona etnike, ai që ka mendje dhe shpirt dhe trunin e kthjellët. Kjo është që i tregoi botës ne jemi një edhe do mbetim një çdo herë. Kjo është Shqipëria e jona. Me të vërtet u shku çdo gjë në rregull, çdo gjë mirë, gjithë ata persona që kanë marrë pjesë, me të vërtet u kanë një protestë madhështore që nuk mahet mend që u ka pas kështu. Edhe kanë, për mendimin tim, nuk do të jetë në inshallah në vesh short, por do të vazhdojnë prap edhe me protesta tjera, derisa shlirimtarët tonë të jenë së bashku me neve, me popullin e Kosovës, me familjarët, e mos të rrinë ma peng që janë të marrë nga gjykata e Hagës. Lule, politika e jonë, u mendoj e gabume ndoshta, do të quaj kështu që u mundu t'ja hup vlerën edhe dinjitetin krenarin ushtrisë qeverimtare, po çdo ditë më shumë njerëzit kanë kthjellë trunin edhe mendjen edhe pedin edhe janë së bashku. Sot e morën këta gjakpers të cilët mendojnë e muan verdiktin e vetë se shqiptarët janë shqiptarë dhe e dojnë kombin, e dojnë qeverimtarin, e dojnë lirin.
Dhe kështu e sot me një burëri, me një dignitet dhe dëshuri e tregun vetën se kush janë shqiptarët. Edhe kush është hashimtaqe me burrat të cilët gjendet praktikisht në Hagë atje. Kjo është një fitore, edhe nëse ata dënohen, ata janë shpirtin e çdo shqiptari të cilët kanë gjak dhe dignitet shqiptari. Ata dënohen, ata do jenë gjithë me ne. Pavarësisht se ne nuk mund ta kem në dorë verdiktin, po sido që tjetë bota demokratike ka marrë një lajm të mirë, që Shqipëri, Kosovë, Presheu, Bojanovc, gjithë shqiptarët janë me njerëz që janë duke u mbajt padrejtësisht në gjykatët e Hagës. Unë kështu mendoj edhe kështu besoj që do të jetë. Dhash Zotit jetë ashtu dhe të liruhen sa ma shpejt, me të vërtet ka qenë shumë bukur, por shpresoj që mos tjetë edhe fundit, deri sot na vinë çlirimtarët tanë. Uroj nga zemra të jetë fjala jote, mos bëna i tepërt, se jam edhe i lodhur, kështu që deshta vetëm pak kontriboj aq sa moj edhe aq sa di. Ju përshëndes gjithëve, ju uroj një mbrëmje të bukur, një vikend bukur, familjarisht. Zoti ju ruajt dhe Zoti bekoft gjithë shqiptarinë. Natën e mirë, të faleminderit edhe për ju që më dha hapësinën. Të jam mirë njohës. Çdo herë Vilsan, edhe unë të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë për telefonatën, respekt pafund. Inshallah pushan e dëgjojmë herave tjera. Faleminderit shumë, respekt. Faleminderit, gjithat mirat, natën e mirë. Gjithashtu, natën e mirë, gjithë mirat, të. Pra, kishëm edhe dëgjuesin tonë nga Minheni Vilsan Prejnaj, ku e falenderojmë gjithin edhe njëherë të përshëndetur emër për emër, një përshëndetje shkon edhe për Fadil Muharremin, po ashtu kemi këtu edhe Selman Pallushin, Aslan Kastratin, Bumo Kamerin, lumturien, kushtitër, Gjysten, Naserin, Aslanin, Nadjen, Haven, Gjevdetin, Remzi Beqiri, edhe njëherë përshëndetje, respekt pa fond. Po ashtu e përshëndesim edhe njëherë vendasin Avni Qerimi. Po ashtu të gjithë, jeni të përshëndetur emër për emër. Fidajetet të përshëndes shumë, faleminderit shumë, si çdo herë që je bashkë me ne, me to Katalina edhe njëherë të përshëndes. Me Metali Sulejmani përshëndetje, faleminderit shumë. Pra, unë do shkoj me këngë, derisa të kemi edhe ndonjë telefonat, numri është i hapur, mund të telefonani, në +33 48 15 09 70.